e nderuara mësuese fetare. Fëmijë kemi po thuaj të gjithë nëpër shtëpitë tona, nëpër lagjet tona, nëpër xhamitë, shkollat tona dhe fëmijëve ne si krye familjar, po flas si një shikues që po na shikon tani këto momente, si apo çfarë roli ka në Ramazanin edukimin e fëmijëve tanë, pasi që Ramazani ka disa kondita, ka disa rregulla, ligje në vete që janë strikte, puna ushqimit, puna e iftarit, syfyrit. A e disiplinon fëmijën Ramazani? Patjetër që po, sepse është një institucion në vete, Ramazani, agjërimi. Pastaj, përderisa na e dim dhe çdo herë mundohet kjo shoqëri të ketë një shoqëri të shëndosh, dhe familja është një institucion i vogël që ka punë shumë vlerë të madhe në shoqërinë tonë, si bërtham familja e vogël ku në të janë fëmijët tonë me mësuese, do të thotë edukatorët e para të jetës, nanat tona, aty marrim një disiplinë dhe një edukim shumë të madh, sepse jeta pa disiplinë do të ishte shumë e shturur dhe nuk do të kishte kuptim. Prandaj muaji i shenjtë Ramazanit u mundson edhe fëmijëve tanë që të mësojnë që të jenë më të disiplinuar në kërkesat, në dëshirat e tyre, sepse të qëndruarit të uritur në kohë të gjatë u mundson atyre skalitjen dhe i bën më shumë të mendojnë për ato familje që s'kan, se si ndjehen ata përderisa na në iftar neve na presin do thot ushqime të bollshme, kurse ata të cilët nuk kanë si ndjehen, ajo u ashton fëmijëve tonë më tepër zgjuarsinë, ndjeshmërinë për të qenë me vërtet me plot kuptim të fjalës njeri.